Qërëve posh zotin e madh çka kanë bosh shqiptarët. Së mos të kompanitë e gumave. Jo thëmë kompanitë e gumave. Këta në Shqipni të në gomistera, të na vulkanizera. Çka ndrojnë guma, për këpëtan. Te që në kjerën i len gumat të vjetra, i merë treja. Qka bënaj? Ato të vjetrat, s'ka ku milion, edhe vjenim gjunë malë qëto. Këshërë. Ete po? Guma këtu. Këshërë dhe këtu. Ren. E kanë gjetë myrën ma të letë mundshme me hekë bërlogin për shpijes. Ja po tani na jena ambientalista. Po qëfar ambientalistave poshë zotin e madhë këshërë. Veç këshërë në jo. Një kilometra dy ish rruga qështu. Vena. Tubat gumave plot. Këshërë. Dhe guma, po dhe bërlogë, shka s'kesh bës. Zoti drejtoft. Si do qoftë, pjo kalë të dreqe, edhe unë i morë që të mi gjuj të guma. Jo, në faktikisht erdha, se po më vynë të guma mu, mi morë. Ja thash, ku me morë, thanë, jo, në malë, që ishbe në malë? Në malë ka druje, jo, ta ka dhe guma në malë. Hisë më bëse kje, korëm, po vih që plot. Plot. Shqipe. Mos shkoj të im fund se edhe një 2 kilometra në ashta qështu janë. Bërlog guma. Unë erdha me këtë baba hovin tem kështu. Katastrofë. Si do që tjetë. Me jetë, i ku morë edhe hojtë. Stuba. Se nuk zenë shumë të. Dhe, ma në fund, misioni u kry me sukses. Ta që shqipni. Qa ku mbo, po. Kush ja qëllon? Sa guma janë sakt që tu? Komenti parë që ja qëllon. I fiton 50 euro. Veç pa qënë numërin e karteles, gjërë logarin dhe ja bëj transfer. A më komenti parë. Kush që qëllon sakt sa guma i kam qëtu. Këshërë. Hajde. Qëlloja dhe fitoj 50 euro. Jo që borë qirak për 50 euro, po e po pak ma interesant. Une ambientin e pastrova. Që ka që mujta. Se që ka që po më duhan. Kontribun edhe jo. Pastrone ambientin siguron. Hajde miro pofshme.